Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma miq të televizionit Arbëria dhe ju që jeni çdo herë, çdo vikend me emisionin tim për te tregimit. Edhe bashkërisht ndjekim, dëgjojmë, përjetojmë historitë të cilat din të vinë vetëm në këtë emision, që realisht unë ndihem shumë e nderuar dhe respektuar për gjitha figurat që vinë dhe shkojnë përballë meje, të cilët rrëfejnë histori që kanë të bëjnë kryesisht me periudhën luftës edhe angazhimin e tyre të pashoq rreth kësaj ushtrie, rreth këtij flijimi e gjithçka tjetër. Realisht asnjëherë nuk kemi folur për UÇK-n, për ushtarët e UÇK-s, për marshin, për himnin, për gjithçka tjetër, por asnjëherë në emision nuk kam diskutuar konkretisht për logon e UÇK-s, për dizajnimin e UÇK-s dhe për këtë lulën që jo rastisht e kam vendosur këtu sot, e që quhet Lulkuqja e Lirisë në fakt, por sot e kam një ndër të veçantë që kam përballë personin i cili është kujdesur të dizajnoj logon e UÇK-s edhe logon e kësaj lule që me siguri do ta flasim gjatë emisionit se çka ka të bëjë dhe çka i dedikohet, kjo lule çkafit i dedikohet. Me shumë kënaqësi edhe me shumë deri them mirë se vjen sot në studio Adnan Aslanit, i cili na ka nderuar dhe ka ardhur sot. Mirë se erdha Adnan. Mirë se ju gjeta, jam jashtëzakonisht i nderuar që jam pikërisht në këto ditë në televizionin tuaj, në ditën e çlirimit, ditëve kur Kosova është çliruar nga pushtuesi shekullor serb, edhe shfrytëzoj rastin që gjithë qytetarëve të Kosovës t'ia uroj këtë ditë të veçantë, e cila ka sjell në fytyrat e tyre, në sytë e tyre ka sjell buzëqeshjen dhe heqjen e një sundimi të egër, pushtimi të egër i cili i ka shkaktuar shumë dhimbje popullit të Kosovës. Ju përgëzoj për emisionin e faleminderit për ftesën, jam shumë i nderuar. Faleminderit shumë Adnan, faleminderit. Na pa juve moderatorët pa personazhe interesante dhe të vlefshme çka kishim pas me bë. Bashkisht kur gjë. Kështu që kur jeni ju, na e kemi një pjesë shumë të vogël të punës që ju na ndreshni gjithsesi. Na rregulloni. Secili në kohën e vet, detyrën e vet. Mendoj ashtu, edhe secili nga ne aq sa kemi pasur mundësi të kontribojmë, kemi bërë detyrën tonë, cila ka qenë detyrë për ta çliruar Kosovën. Fatmirësisht sot Kosova nuk është e pushtuar, sot Kosova është shtet i lirë, vend i lirë i qytetarëve të barabartë, ku nuk ka më diskriminim, nuk ka më dhunë, qytetarët janë të lumtur të zgjedhin vetë profesionit e tyre, edhe natyrisht në këtë Kosovë të lirë, sot edhe lulëzojnë edhe mediat, si ju, si shumë media në Kosovë, edhe gazetarët mund të ushtrojnë profesionin e vetë ashtu siç duhet. Domethënë ta kryjnë detyrën, sikur ne ndoshta në një gjenerat tjetër kemi kryer, ka qenë pak më e veçantë ajo detyrë, më e vështirë sigurisht, po jam shumë i lumtur që ka ardhur kjo ditë. Faleminderit shumë. Urime edhe ty me që kemi pasur këtë ditë edhe ditën e çlirimit. Dhe unë i thash edhe më herët dhe them prapë që e di që kur vini në Kosovë ju jetoni që një kohë të gjatë në Zvicër, por me zemër nga Kosova. Edhe jeni si mi pas dy shtëpia, është zër mi mbaj dy shtëpia, apo jo Adnan? Me pagu rrymë në njënën në shtëpi edhe tjetrën, angazhime, bileta, udhime, edhe di që ju vini shumë shpesh në Kosovë, apo jo? Po, vi shumë shpesh në Kosovë, është e vërtet. Unë kam udhëtuar edhe në për vende tjera. Jo shumë vende, nuk kam vizituar shumë vende, po kudo që kam shkuar, natyrisht me kurreshtjen që ta shoh një vend të ri, se si duket ai vend, astkund sikur në Kosovë nuk më rreh zemra në aeroport. A vazhdon me qenë si kjo ndjenja? Kjo ndjenja është e papërshkrueshme, është gjithmonë prezente. Sa herë vi para policit, kur ja jap pasaportën, ta kontrolloj, vjen edhe emocioni se tham po vi në vendin tim, ku nuk kam frikë që ai policia aty mund të më shikoj me ndonjë dyshim edhe ndoshta mund të përfundoj diçka keq. Është interesant ju që jeni larguar një kohë të gjatë nga Kosova dhe bëni jetën jashtë diaspora në këtë rast. E vazhdoni me mbajt atë dashurinë dhe gjithçka tjetër për Kosovën. Tash unë po flas ne të zakonshmit çfarë jemi si banor, por ty të ka lidhur gjithçka me UÇK-n, me ushtrinë, me atë dheun, me kombin, me ju jeni
kreatori në fakt i logos së UÇK-s. Ne do të flasim më shumë sot për logon e UÇK-s dhe jo vetëm, edhe për këtë lulkuqen këtu që e keni dizajnuar. Unë e di që këto 4 flatra kanë secila historinë e vet. Unë po du m'ja ulon juve, më nja shpjegu, po tregona fillimisht Adnan, e di që ka pasur nga të dhënat që i keni dhënë edhe për tjera media dhe intervista, histori, kanë qenë me gjas disa ide, 18 apo 20, rreth 20 ide të logove se cila me u vendosë që t'jetë logoja e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës. Dhe pse bashkë kjo dhe me kënd ishit ofër kur vendoset që ta... Shiko, në vitin 1997, Ushtria Shërimtare e Kosovës kishte marrë një formë ma profesionale, ishte forcuar, ishte prezent gjithkund në Kosovë, ato po e banin të mundur këtë prezencë, jo fjalët që thuheshin për to, po veprat e tyre, aksionet e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës kundër pushtuesit serbë. Me 31 janar të vitit 1997 e kemi rënjen e 3 dëshmorëve të parë të Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, Zahir Pajazitit, Edmond Hoxhës dhe Hakif Zejnullahut, të cilët pa u friksuar hiç janë ballafaquar me pushtuesin serb, për me veprimtaria e tyre është e jashtëzakonshme dhe ata pikrisht me këtë datë kanë rënë në altarin e lirisë. Më vonë të njëjtin fat të dëshmorit ka pasur edhe Luan Haradinaj, Adrian Krasniqi dhe në vitin 1997, pavarësisht këtyre pësimeve që ka pasur Ushtria Shërimtare e Kosovës, ajo vazhdonte të forcohej me njerëz të ri, me, si të themi, të furnizohej me gjak të ri të liridashësve të Kosovës, të cilit po e merrnin një rrugë që ishte e pakthim rruga drejt lirisë Kosovës. Më 28 nëntor vitit 1997 e kemi paraqitjen e parë publike, marrjen e fjalës publike nga ushtarët e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, Recep Selimi, Daud Haradinaj dhe Muj Krasniqi në varrimin e mësuesit Halid Geci, kanë dalë publikisht. Kjo e ka shtruar si çështja e emblemës është diskutuar edhe më herët. Mirë po, ky moment e ka bë pothuaj domosdoshme që Ushtria Shërimtare e Kosovës të ketë simbolin e veta, sepse ushtarët e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës kishin përdor shqiponja, kishin diçka që lidheshin me simbolet tona kombëtare, po nuk kishte një simbol unik. Atëherë unë jam kontaktuar nga kryesia e Lëvizjes Popullore të Kosovës, që është themeluesja e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, përmes antarit të saj të kryesisë, Gafur Elshanit, dhe më është propozuar që të provoj ta bëj emblemën e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës. Pas bisedave që kemi pas me të, unë kam vazhduar punën dhe kam bërë disa variante të emblemës për kapel dhe për krah, që dhe me rekomandimin natyrisht që kjo që është tani të jetë ajo zyrtarja, kryesia e Lëvizjes Popullore të Kosovës e ka miratuar këtë emblem dhe me një shpejtësi të madhe kjo emblem është shpërndar gjithka kudo që ka pas shqiptar. Sa kohë ka marrë realisht? Më në me di që plus e keni pas në mendje që po e dizajnoni diçka që ka me gjithë jetën. Po e vendosni një farë logo që e shënon historinë apo jo? Me emblemën e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, unë personalisht në kokën time kam formësuar her pas here forma të ndryshme se si mund dukej ndoshta jo edhe pikrisht kjo. Mirë po, nga momenti që jam kontaktuar nga kryesia, diku në një periudhë 10 ditore, mund të them, një javë ose 10 ditë, unë e kam përfundu punën time, natyrisht e kam diskutuar edhe me shok të gazetës Zëri i Kosovës, atëherë unë isha antari redaksisë së kësaj gazete. Kjo gazetë ka qenë gazetë e Lëvizjes Popullore të Kosovës dhe shpërndahej gjithkund nëpër Evropë, madje edhe në Kosovë, po në Kosovë përvijonte në formë të fshehtë, sepse ishte një gazetë e cila nuk lejohej të shpërndahej këtu në Kosovë.
Po idetë të tjera cilat kanë qenë, Adnan, përveç kësaj që është vendosur tash, po flas edhe për kapele edhe për krah, ose përgjithësi për llogën e UÇK-s. A ke pasur ndonjë ide tjetër që mos jetë UÇK, po edhe tjera shkronja për shembull? Po, kryesisht, domethënë, ushtria çlirimtare e Kosovës është shkruar gjithkohë. Është forma, për shembull, nuk e ka atë sipër që ka bërë një formë vetëm rrumbullake me Shqiponjën në mes dhe rreth ushtria çlirimtare e Kosovës. Kam bërë ka format ndryshme me ngjyra, kam kombinuar ngjyrat kryesisht kuq dhe zi dhe ngjyrën e arit, dhe kam bërë herë sfondin e zije, herë shkronjat e arta dhe anasjeltas, domethënë kjo ka qenë ajo UÇK, dikun është nalt, dikun është poshtë, me pas se si po del. Po kjo në fakt që është miratu, kjo i ka përmbush të gjitha kriteret dhe e mishron më së miri luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me të pyet, a të bën krenar kjo punë? Normalisht që zbat pyetja sepse je krenar me siguri. Po, me siguri jam krenar, po jam krenar që kjo punë nuk është bërë vetëm prej meja, është bërë nga një ekip i cili nga Lëvizja Popullore e Kosovës, nga anëtarët e redaksisë që më kanë ndihmu që të formësoj edhe më mirë, që të japin vrejtjet e veta, sepse unë jam një njeri cili ka dëshirë që të kooperoj edhe me të tjerët, të shoh mendimin e tjerëve se si po duket, edhe familja ime natyrisht ka marrë pjesë në këtë çështje. Mirë po, në fund, natyrisht që kjo gjë më bën krenar. Mirë po, emblema e ushtrisë çlirimtare të Kosovës më zgjon jashtëzakonisht shumë emocion, sepse vlera e kësaj embleme nuk është dizajnimi që ja kam bënë. Vlera e kësaj embleme është bartja nga ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ata që e kanë bartë, ata i kanë dhënë vlerën. Unë mund të bëj sot një dizajn ndoshta edhe më të mirë se kjo. Mund të bëj dizajnet ndryshme. Mirë po, nuk është domethënia e njëjtë, nuk e ka atë emocionin, sepse këtë emocion nuk e kam dhënë unë. Këta e kanë dhënë dëshmorët, ata që e kanë la me gjak këtë emblem, edhe që kanë dhënë jetën në altarin e lirisë. Pa ata, kjo emblem nuk do ta kishte këtë kuptim, prandaj unë sa herë shoh, i kujtoj shumë shokët mi të mirë, si Agim Bajramin, Femilla Drovcin, e shumë ushtarë të tjerë të cilët kanë pasur rastin të njoh, kanë rënë në luftë për lirinë e Kosovës, për lirinë që ne e gëzojmë sot. Është shumë e vërtet. Ne gjenerata tjera, në fakt nuk është na dallon shumë gjenerata mes meje dhe juve, po edhe të rinjt tash mbase e shohin vetë si logo, po nuk e din sa sakrifica, sa gjithçka ofriu për këtë punë, për këtë ditë sot, edhe ditët që i patëm më herët për shlirimin 12 qershor, gjitha këto Adnan e bëjnë, do të thotë është një bagazh i madh dhe një ushtri e tërë është shliju për më orë sot këtu me diskutu. Jo, nuk e keni dizajnu vetëm UÇK-n, e keni dizajnu edhe këtë lulën këtu. Bile unë e di si e vogël kur kom qenë dhe shëtetshim dikun shkojshim nëpër familjar, me flajt, me bujt, theshëm atëherë, rrugës i pajsha unë nëpër ara, nëpër fusha këto lule. Po asnjëherë mu më thëshin që kur e pyetësha nanës, dikon çfarë është që kjo lule, thëke këto janë lulet e vajzërisë. Atëherë dikush i quanin kështu, tash nuk e di çush i definojnë me pjesë, me komuna, por unë tek vonë e kom kuptu domethënien e këtyre. Ky emisioni për te tregimit, përveç që unë e bëj për shikuesit ton, unë mësoj shumë çka. Edhe historinë e është sikur me lexu libra, hala më shumë se sa që unë e kom ditë. Do të thotë ende hala që do të thujna, por lulja këtu ka shumë domethënie. Më trego pak për dizajnimin e kësaj dhe kur u mor vendimi që të punosh me të. Lulkuqja me 4 petale është dizajnuar në vitin 2019. Pas miratimit të rezolutës Kuvendit Kosovës, i cili përmes asaj rezolute në muajin maj të vitit 2019, i cilëson krimet e shtetit serb në Kosovë si gjenocid, ne kemi themeluar qendrën gjenocidin Kosovë plagë e hapur me selinë në Gjenevë të Zvicrës. Kjo qendër ka për synim sensibilizimin e opinionit publik vendore ndërkombëtar
për krimet që ka bërë shteti serb kundër shqiptarëve në Kosovë. Kjo lule është dizajnuar fillimisht si logo e qendrës Gjenocidi në Kosovë Plagë e Hapur dhe këto 4 petale kanë kuptimin e njëra petale simbolizon vrasjet që ka bërë vrasjet e civilëve që ka bërë shteti serb, petalja tjetër simbolizon dëbimin masiv, dhunën seksuale të ushtruar ndaj meshkujve e femrave shqiptare këtu dhe shkatërimin e objekteve të kulturës, e trashëgimisë kulturore, gjithçka që ka lidhej me shqiptarët. Në vend të atyne kokrave të zeza që ne kur e kapim lulkuqen i shohim kokrat e zeza, farat e lulkuqes, në vend të atyre kokrave këtu në këtë lulkuqe mund të shihni figura, burrash, e grash, djemsh, e vajzash, të gjitha pa dallim, të një mallësie, vetëm të rriturit nga fëmijët janë të dalluar, mirë po të gjithë janë njësoj sepse të gjithë janë viktima të gjenocidit që ka ushtruar shteti serb. Janë të vendosur në formë rrethore, sepse ata janë në vuajtje të përhershme, në vuajtje ciklike dhe të bashkuar në rreth të gjithë kërkojnë drejtësi. Forma e lulkuqes është e vendosur në formën X, sepse në disa vendbanime, në shumë vendbanime të Kosovës, ku popullata ka qenë e përzier, në shtëpitë e shqiptarëve është vendosur shkronja X me ngjyrë, në mënyrë që forcat policore serbe, forcat serbe në përgjithësi të dinë ku të godasin, të mos hynë në një derë të gabuar të serbëve, po të hynë pikërisht në shtëpitë e shqiptarëve për t'i vrarë ose dëbuar nga vatrat e tyre. Kjo është kuptimi Kjo është kuptimi dhe prerja e lulkuqes është bërë në atë formë që tregon që kemi të bëjmë me një plagë të hapur. Kjo plagë do të mbyllet vetëm përmes arritjes së drejtësisë. Po, shumë e vërtet. Për gjitha humbjet, vrasjet të pagjeturit realisht që ende nuk janë identifikuar, edhe me domethënie shumë të madhe. Çka tjetër ke dizajnu, Adnan, trego, për shembull përveç këtyre dyave? Trego pak për jetën tënde në përgjithësi. A ka diçka tjetër që ke dizajnu me kaq emocion për shembull? Po, qoftë vizatime, çka do. Nuk e di çka jeni me profesion, me qëllim. Unë jam me profesion dizajner grafik. Do duhet të jesh apo jo? Po, jam me profesion dizajner grafik. Këtë profesion fillimisht e kam ushtruar në gazetën Zëri i Kosovës. Aty pothuajse ka qenë domosdoshme që t'i mësoj hapat e dizajnimit dhe kam pasur një prirje për ta zhvilluar si profesion më tutje. Në vitin 1998 kam dizajnuar atë panon e famshme me figurën e Adem Jasharit, Hamz Jasharit, edhe familjes Jashari, me ata ushtarët poshtë që janë, do shta regjia mund të vendosë si fotografi që ta shohin, edhe është bërë si një lloj logo për fondin Vendlindja Thret. Ju e keni bërë të thotë, sa mirë. Përfundi asaj fotografie është shënuar atë dheu në rrezik Vendlindja Thret. Kjo ishte marrë nga një komunikate e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, një deklaratë politike apo kështu diçka, ku ushtria çlirimtare e Kosovës i bënte thirrje mërgjimtarëve që të kontribojnë financiarisht për të ndihmuar luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ata natyrisht nuk kishin mundësi të specifikonin pikrisht fondin Vendlindja Thret si një fond i tyre. Mirë po, përmes një fjalie, një gjetje shumë interesante, shumë të bukur, ata kishin vendosur edhe këtë fjali, kishin inkorporuar dhe kishin bërë thirrje. Sa herë që atë dheu është në rrezik, e Vendlindja Thret ju duhet kontriboni financiarisht. Ishte një thirrje e tërthort që... Edhe në mënyrë artistike, realisht. Po, edhe në mënyrë artistike ishte një shprehje shumë e bukur, në pikrisht atë shprehje e kam marrë, edhe e kam vendosur në fund të asaj panoje. Ajo pano më vonë bë edhe kalendari vitit 1999. Shumë e vërtet, ande u bë shumë virale shumë.
gazetës Son Zëri i Kosovës dhe gazetës Bota e Re. Në atë kohë, në gazeta Zëri i Kosovës dhe gazeta Bota e Re, kishin arrit marrëveshje, unë isha tashmë kryeredaktori i gazetës në vitin 1998, kishin arrit një marrëveshje për shkëmbimin e materialeve të njëjta me përmbajtje të njëjtë. Domethënë, çka do që botohej në gazetën Zëri i Kosovës në Zvicër, botohej edhe në gazetën Bota e Re, gazetë studentëve këtu. Gazeta ishte javore. Këtu njerëzit nuk e dinin që është Zëri i Kosovës në Zvicër, por e lexonin përmbajtjen e Zërit Kosovës brenda gazetës Bota e Re. Dhe kështu, pikërisht në atë kohë, u arrit që gazeta Zëri i Kosovës në këtë formë të kthehet në Kosovë për herë të parë pas themelimit të saj të pandërprerë, pas funksionimit të saj të pandërprerë nga viti 1982 e këndej. Mirë, një mundësi e mirë për me vazhdu rrugtimin si gazetë. Po. Edhe në ndërlidhja që keni bërë atëherë shumë mirë, në tanë ato sakrifica dhe vështirësi, rëzi që e keni rujt, e keni mbrojt edhe kështu, ju e dini më së miri qysh ruhet kjo historia ose kujtohet edhe në diaspor, Adnan. Ju më mirë se heq keni atje shoqe familjar, edhe me siguri që ju vjen shumë takuani me shqiptar, me kosovar, kështu nga Kosova e Shqipëria në Zvicër apo jo, qysh e ndjen edhe në sa venda është shpërnda kjo logo edhe UÇK-s edhe Lulkuqës. Aktiviteti im është i përqendruar pikërisht te qendra gjenocidi në Kosovë, plagë hapur. Unë, Bardhyl Mahmuti, Agush Buja, Yusuf Sherifi, Shqipe Bityçi e shumë bashkëveprimtarë të tjerë po bëjmë përpjekje që të sensibilizojmë opinionin edhe në Kosovë, edhe në vendet tjera, që të shpërndajmë sa më shumë idenë, informacionin se shteti serb ka kryer krimin e gjenocidit këtu. Natyrisht Lulkuqja është ai çelësi kryesor përmes cilit ne depërtojmë, siç e shpjegova më herët. Domethënë simbolikën e Lulkuqës, secili masandaj e ka shumë më lehtë ta kuptoj format e gjenocidit që ka ushtruar Serbia këtu. Ne më 16 nëntor të vitit 2022 i jemi drejtuar institucioneve të Kosovës që kjo Lulkuqje të bëhet simbol zyrtar, simbol unik i viktimave të gjenocidit në Kosovë. Pas kësaj kërkese tonës që kemi drejtu institucioneve të Kosovës, ne kemi pas një mbështetje shumë të madhe mediatike dhe publike nga institucioneve të ndryshme, nga shumica e komunave të Kosovës, të cilët në asamblet komunale e kanë hedhur në rend të ditës dhe kanë miratuar si simbol të gjenocidit në Kosovë. Pastaj kemi mbështetjen nga Fakulteti i Arteve, nga të Prishtinës, nga Fakulteti i Arteve të Universitetit të Tetovës, nga Universiteti AAB, nga universitetet tjera që funksionojnë në Kosovë dhe në Tiranë, nga personalitetet ndryshme të kulturës e të politikës. Kemi pas një mbështetje shumë të madhe për këtë çështje dhe ne po presim që kjo Lulkuqje pas themelimit të institucioneve të reja që të gjej hapësirë që brenda kuvendit Kosovës të miratohet. Deri tani institucionet e Kosovës fatkeqësisht e kanë ignoruar kërkesën tonë, por kjo Lulkuqje tashmë është bërë shumë popullore, sa që gjithkund në Kosovë vendoset, sidomos më 15 janar, që sipas rezolutës kuvendit Kosovës, data 15 janar, që përkon edhe me datën e aktit gjenocidar në Reçak, është dita e përkujtimit të viktimave të gjenocidit në Kosovë. Dhe pikërisht me këtë datë, ne qytetarët e Kosovës e vendosin Lulkuqen gjithkund. Pikërisht me këtë datë, ne dalim në të gjitha sheshet e Kosovës dhe madje kjo është shpërndar edhe në vendet ndryshme të botës, në Shqipëri, sidomos edhe në vendet tjera, ku qytetarët ndezin qirinj në shenjë përkujtimi për viktimat e gjenocidit. Është bërë simbol tashmë shumë i njohur
për shumë grupe edhe jo rastisht e përmenda edhe në diaspor, Adnan. Sepse unë e di që edhe në diaspor i keni krah gjithë shqiptarët atje që janë. Dhe me siguri e din për këtë punën e logos, apo jo? Po, gjithsesi, secili është, pothuajse secili është i informuar për domethënien e kësaj lulkuqe, sepse ne kemi bërë një fushat informative shumë të fuqishme. Natyrisht për këtë çështje kemi pas mbështetjen e madhe të mediave shqiptare. Më 15 janar të këtij viti, të gjitha mediat në gjuhën shqipe, shumica e mediave atyre që kemi arritur të dërgojmë, kanë vendosur moderatorët, kanë vendosur me 15 janar, kanë vendosur lulkuqen me 4 petale në veshjet e tyre dhe janë solidarizuar me viktimat. Të vetmit që këtë gjë akoma nuk e kanë bërë janë institucionet e Kosovës, të cilat për mendimin tem kanë dështuar në këtë gjë, por unë ju bëj thirrje që ata të marrin hapin e duhur, sepse kjo lulkuqe tashmë është bërë vetvetiu, është bërë simboli gjenocidit, prandaj vetëm duhet të zyrtarizohet. Komuna e Prishtinës e ka zyrtarizuar, komuna e Drenasit, komuna e Pejës, komuna e Deçanit, e Prizrenit, e Gjilanit, Ferizajit, Kaçanikut, të gjitha komunat ku shqiptarët e administrojnë, pothuajse të gjitha, nuk e di cila komunë ka mbet pa e miratu, pothuajse të gjitha komunat e kanë miratuar. Vetëm institucionet qendrore akoma nuk kanë dhënë një përgjigje, sikur po hezitojnë që këtë fakt ta bëjnë zyrtar, dhe mendoj që me formimin e institucioneve të reja, Kuvendi i Kosovës do ta nxjerrë rezolutën edhe do ta miratojë. Të shumë, kur të krijohet Kuvendi? Kur të na krijohet? Shpresojmë që të krijohet shumë shpejt. Po mduket, apo thu? Ta merr mendja. Shpresoj. Unë los që të krijohen më shpejt. A di që isha duke menduar tash Adnan. Thatë që institucionet nuk kanë vendosur këtë fakt, lulkuqen realisht si zyrtare, por mbas është ironike me e thonë, po nuk e di nëse krejt deputetet dhe deputetët e Kuvendit të Kosovës me i sfidu një ditë para se të hyjnë në Kuvend, edhe mi pyet bashkë kemi me bërë këtë send. Për shembull gazetarët e televizionit Arbëria, ata që janë duke na ndjekur nga deputetët me siguri që edhe nuk e din çka është ironi mbase me e thonë, po në ato momente ka mundësi edhe nuk e din çka do me thonë kjo lulkuqe. Mi thonë moderatorit ose gazetarit tonë me vendos kështu, edhe para se të hyjnë në Kuvend mi pyet, a dini domethënien e simbolit që e kemi vendos, është ironike mbasi, por nuk e di nëse disa nga ata kanë me ditë me shpjegu. Unë besoj që janë të informuar, sidomos ata që kanë qenë në kraj luftës, po, të drejtë për drejtë. Unë shpresoj që t'jen krejt, që dhe e din krejt, por unë besoj që spaku domethënien e saj e din, pothuajse të gjithë. Një pjesë e tyre janë pjesë e legjislaturës kaluar, një pjesë e deputetëve. Që kanë qenë pjesë e zhvillimit. Një pjesë e tyre kanë qenë nëpër asamblee komunale, që madje edhe vetë kanë marrë iniciativën për ta miratuar në kuvendit komunale, siç është rasti me Arbnora Saliun nga Ferizaj, e cila ka iniciuar në Ferizaj që të miratohet kjo lulkuqe në kuvendin komunal të Ferizajit dhe është miratuar në mënyrë unanime, pa dallim të partive politike. Absolut. Edhe unë besoj që kjo çështje tashmë do të deputetët janë të informuar për përmbajtjen e saj. Nuk i di arsyet pse kanë dështuar që të hedhet në rend të ditës dhe të merret një vendim, mirë po Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolut, siç e thash më herët, në vitin 2019 për gjenocidin në Kosovë. Është i vetmi kuvend në botë i cili krimet e Serbisë në Kosovë i cilëson si gjenocid me rezolutën e vitit 2019. Këtu, domethënë, deputetët duhet ta kenë të qartë se rezolutat e Kuvendit të Kosovës nuk janë vetëm rezoluta për dekor, po janë rezoluta obligative që e obligojnë të gjitha institucionet e Kosovës që këtë çështje ta ngrisin e të punojnë çdo ditë që kjo çështje një ditë të gjej vendin e drejtësisë. Unë dhe shokët e mi personalisht jemi pak të zhgënjym me neglizhencën që është bërë në institucionet e Kosovës dhe sidomos në institucionet e drejtësisë, të cilat edhe pse kanë ngritur padi
kundër disa kriminalëve serb për aktet e kryera gjenocidare këtu, institucionet e Kosovës, gjykatat e Kosovës i kanë cilësuar, prokuroria e Kosovës i ka cilësuar si krime lufte. Duke i cilësuar krime lufte, ata i kanë hedhur në kategorinë e tretë të krimeve, sepse krimet e luftës, krimet kryera gjatë luftës ndahen në disa kategori. Kategoria më e rëndë e krimeve është gjenocidi. Masandaj janë krimet kundër njerëzimit, kategoria e tretë është krimet e luftës dhe e fundit është agresioni. Do thonë janë këto katër kategori që renditen. Gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavin, gjykata penale ndërkombëtare për ish Jugosllavin, i ka dënuar disa kriminal serb për luftën në Kosovë. Ata i ka dënuar për krime kundër njerëzimit. Gjykatat tona nuk e kanë bërë as këtë, i kanë hedhë në kategorinë e tretë. E kanë minimizu krimin, realisht. Domethënë shpesh herë ne keq kuptohemi këtu kur themi nuk duhet më dënu për krime lufte, po duhet, po pse ata kanë bërë krime lufte, po ata kanë bërë krime gjatë luftës, mirë, po ata kanë bërë një krim shumë të rëndë, që ka qenë një planifikim për shkatërimin e shqiptarëve si të tillë. Qëllimi është shumë i rëndësishëm, edhe kjo... Edhe definimi në realisht, apo jo? Kjo i definon si krejt këto veprime që ka bërë Serbia në Kosovë, është e argumentueshme se ata kanë kryer aktin e gjenocidit kundër shqiptarëve. Natyrisht, nuk mund të presim që gjenocidi ndaj shqiptarëve të bëjmë krahasime të nxëmë me gjenocidin që ju ka ndodhur popullit hebrej gjatë luftës së dytë botërore, sepse populli hebrej ka pësuar jashtëzakonisht shumë, 6 milion hebrenj janë të vrarë në përkampet e përqendrimit, kurse shqiptarët kanë 10.000, mirë po për neve është jashtëzakonisht shumë, sepse ne jemi një popull i vogël dhe qëllimi ka qenë i njëjtë. Ani pse në numër më të vogël? Ani pse në numër më të vogël. Kjo pse ka ndodhur në numër të vogël është vetëm për shkak të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe sidomos për shkak të intervenimit të forcave të NATO-s në Kosovë, të cilat e kanë ndalë këtë gjenocid. Përndryshe, numri i viktimave do të shkonte edhe më shumë, mirë po qëllimi ka qenë i njëjtë dhe në rezolutat ndërkombëtare që për parandalimin dhe dënimin e krimit gjenocidit, askund nuk përmendet numri se sa duhet të jetë. Me rëndësi është qëllimi. Për me u konsideru gjenocid. Duhet domethënë një ose më shumë, sipas normave ndërkombëtare, një ose më shumë, nëse argumentohet se qëllimi ka qenë për shkatërimin e grupit etnik, fetar ose racor, si të tillë, atëherë konsiderohet gjenocid. Ne kemi shembuj të shumt edhe nga veprimet e forcave serbe në ish Jugosllavi, në Bosnë, në Kroaci, po sidomos në Kosovë, ku aktet gjenocidare kanë ndodhur në mënyrë sistematike dhe qëllimi ka qenë shkatërrimi i shqiptarëve si të tillë. Ne të gjithë, secili qytetari i Kosovës, secili shqiptar i Kosovës jemi të mbijetuar të këtij gjenocidi, prandaj ne duhet të sensibilizohemi sa më shumë që këtë çështje ta ngrisim sa më lart, gjithkund të flasim për këtë çështje. Të tjerët nuk do të flasin për çështjen tonë. Ne duhet të vrapojmë, të themi fjalën tonë, e të mos ngurrojmë, sepse kjo është një plagë jona shumë e thellë, e cila na u ka përsërit disa herë gjatë historisë dhe nuk duhet të harrojmë se kjo gjë mund na përsëritet sërish. Përmes arritjes kësaj drejtësie, ne kontribojmë që gjenocidet mos përsëriten as dikun tjetër në botë. Nëse nuk dënohen kriminalet që kanë shkaktuar gjenocidin ndaj shqiptarëve, apo kudo qoftë në botë, një kriminal tjetër do të krijojë dikun tjetër në botë një ide se mund të kryej akte gjenocidare dhe të mos dënohet nga drejtësia ndërkombëtare. Pikërisht. Dhe këtë shpresoj që bashkërisht edhe institucionet dhe të gjitha linjat që duhet që janë në fakt kompetente të krijojnë një gjatë të tillë edhe në mënyrë që të paktën mos të harrojmë historinë, apo jo, realisht ta shpjegojmë ashtu siç ka qenë Adnan. Ashtu është. Mbi gjitha, unë kur kam në studio të mbijetuar të masakrave që kanë histori, vetëm i dëgjuar është të tmerrshme e lera më me përjetu,
Unë e them prap, se cilin nga ta i them, shqyqyr që ju jeni të gjallët që e të regojnë historinë që shka qenë. Dhe kur kjo nuk ndryshuat historia, mandej edhe drejtësia besoj që vjen ani pse me vonesë. Po, krimet kundër krimet e gjenocidit nuk mund të harrohen asnjëherë, nuk mund të hiqen nga rendi i drejtësisë asnjëherë. Të përkujtojmë vetëm armenët, të cilët 100 vjet pas gjenocidit që është bërë ndaj tyre në vitin 1915 kur Perandoria Osmane ka kryer gjenocid ndaj armenëve, 100 vjet pas këtij gjenocidi ata kanë arritur që të gjitha, pothuajse të gjitha shtetet e botës demokratike ta njohin këtë gjenocid. Ne uroj që të mos na shkojnë 100 vjet. Ne i kemi nëse Armenia ka arritur nga vitin 1915, kur ka munguar mediat, kur kanë munguar fotografit, kur kanë munguar videot e tjera, na kemi fakte sa të dush, ne kemi dëshmitarë të gjallë të mbijetuar të atyre akteve gjenocidare, si në Poklek, si në Mej, si në Reçak, si në Krush. Gjithka, Kosova është mbushur me varre të viktimave, dhe jo vetëm Kosova, shteti serb i cili ka kryer aktin e gjenocidit, ka pasur preokupim kryesor, përveç kryerjes së këtij akti, ka pasur preokupim kryesor edhe fshehjen e krimeve të luftës. Sot në varrezat masive në Serbi, në Beograd, qëndrojnë eshtrat e shqiptarëve, në shkritoret e tyre, janë djegur në furrat e tyre, janë djegur kufomat e shqiptarëve, të gjalla po të vdekur, ne nuk e dim formën se si ata kanë proceduar me këtë çështje, mirë po është argumentuar se kjo gjë ka ndodhur. Prandaj nga holokausti që është ushtruar ndaj hebrejve, neve na dallon vetëm numri, po jo edhe qëllimi edhe forma. Faleminderit shumë Adnan që ishe sot në studio edhe që ndove këtë pjesë shumë të rëndësishme për shikuesit e televizionit tonë. Ishte kënaqësi, ju përgëzoj për emisionin, unë kam ndjekur emisionet tuaj edhe më herët, ju përgëzoj si gjithmonë, jeni jashtëzakonisht konsekuente në trajtimin e këtyre temave shumë të ndjeshme për popullin tonë. Faleminderit Adnan, unë kam provuar realisht që ndonjëherë t'ja ndroj temën emisionit, por nuk po munden, sepse po besoj që është shumë e nevojshme edhe kam jom familiarizu me historinë të tilla të luftës, që e ndjej edhe si obligim që secili nga ta që ka diçka për të thënë, që të vi këtu edhe ka hapësirë çdo herë të rezervuar, të pakufizuar, të panumërt, kurdo që qytetarët, njerëz të cilët kanë rrugtu me ditë të tëra, me vështirësi, me gjithçka që kanë kontribuar për UÇK-n, për luftën, për njerëzimin, për gjithë shka e kanë hapësirën tek unë të rezervuar me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe një herë. Shikues të dashur, patëm zotrin Adnan në studio, i cili jam e sigurt që nuk ka thënë as 20% nga ajo çfarë ka kontribuar, por për sot e kemi kaq dhe unë ju garantoj që do t'ju ftoj prap kur kemi edhe data, edhe ditë të tjera të cilat lidhen me përvjetore, edhe me gjëra të tjera të cilat na kujtojnë flijimin, na kujtojnë sakrificën, na kujtojnë UÇK-n të humburit, të zhdukurit, të masakruarit. Fatkeqësisht, emisionin e sonte,m nëse nuk keni arritur ta ndjekni nga fillimi, mund ta gjeni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Televizioni Arbëria dhe po ashtu në Facebook. Deri të shtunën e ardhshme, mirëmbëjtje dhe do takohemi prapë me një tjetër temë dhe tjetër mysafir në Përtej Tregimit. Mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.